Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në kanalin ton, unë jam Mami Dora. Le të vazhdojmë me ditën tani. Mirëmëngjesi. Nuk e di, po nata e djeshme me Liorin ka qenë një katastrofë. Liori vazhdon dhe zgjohet natën. Është po kalon një regres tjetër, nuk e di, nuk e kuptoj. Por dje ka qenë zgjuar 2 orë. Nga ora 12 deri në orën 2 zgjim të plot, nuk e di, nuk e kuptova pse. Okej, unë nuk ndeza dritë, nuk i fola, por që sa kuptova ishte zgjim i plot. Si ka qenë ata juaj, si keni bebat? Liori e 6 muaj e 1 javë, rreth kësaj faze, çfarë problematika keni hasur? Por që do kalojmë. Bëjmë pak skincare dhe vazhdojmë ditën. Mëngjesu nuk e laj fytyrën me larës, por që vetëm e shplaj me ujë të ftohtë. I pari është ky toneri nga Fresh. Pa më tregoni se ka qenë ata juaj. Kam fjetur bebat tuaj mbrëm? Se ky imi e ndriti. Tani e kam lënë tek cepi vetë edhe po luan. Shpresoj shumë që të më japi 2 minuta kohë, se ndonjëherë fillon dhe qan, ndonjëherë qëndron, luan. Varet si të jetë me moodin. Po deri tani është mirë, shumë mirë. Serumi nuk ka nevojë për shumë, vetëm një pikë. Mos harroni qafën gjithmonë. Sot për drek Liori do t'i provoj thjerrzat, kështu që direkte mbas skincare-it të vendos thjerrzat të ziehen. Se ora tani është afërsisht 9, kështu që nuk kemi kohë. Kremi i syve më i mirë në botë. Unë jam njeri që vuaj shumë nga rrethat e zinj, shumë. Okej, nuk jam konsistente me të drejtën me skincare-in, por që po të jem konsistente, shikoj rezultate shumë të mira. Ky është hidratuesi që përdor momentalisht dhe është një pikë mjafton. Ju thash, një pump vetë. Kështu duket edhe fytyra ime. E adhuroj të shkëlqim. E adhuroj. Okej, unë nuk është se kam për të dalë jashtë sot, por që gjithmonë e vendos kremin e diellit. Gjithmonë duhet ta vendosim, sepse nuk e di. Ndoshta do vendos shumë sasi, por që pak. Këtë kohë përdor këtë nga Cosrx. Është Ultra Light Invisible Sunscreen. Është shumë i mirë, mua më pëlqen, nuk të lë white cast. Edhe hapet shumë kollaj. Ju tha që vetëm 5 minuta kohë duan. Por unë përtoj në shumicën e kohës. Mos harroni të hidratoni edhe buzët. Edhe jemi gati dhe nisim ditën. T'ju them prap mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Hajde me mua të shikojmë se çfarë duke bërë Liori. Ndërkohë Liori duke lëvojtur të këndi vet. Mirëmëngjes! Lior! Mirëmëngjes! Mirëmëngjes! Heqë dorën nga goja, mushi.
Hiqe dora nga goja. Me çfarë po luan Liori? Wow! Me çfarë po luan Liori? Lior! Mere. Mere ti dora. Liori vdes të ri pa çorape. Mbaron. Cimi ti i jetës të ri pa çorape. Qa do veshit shuni tani? Do veshit kostum të bukur. Të dua shumë. E di që të dua shumë. E di që të kam zemër. Qa do me thënë kjo? Bravo Liori! Në çdo vend kemi në një bidon kështu se Liori vdes të luaj me bidon. Qa ka quni? Ka qan? Kush po qan? Kush po qan? Hajde. Veshim edhe çorapet? Po! Edhe çorapet? Edhe çorapet, la la la. Edhe çorapet. Hajde, ngriu, hopa. Hopa. Qa ka quni ty qa? Ka dal dhemi quni? Dal dhemi? Ka dal dhemi! Urime, zoti Lior, urime tani urite. Urime Lior, urite. Lioli. Qa kemi këtu? Breshka. Peshku. Babi peshku. Mami peshku. Baby peshku. Wow. Sa bukur. Balena. Lëvize. Hopa, hanën tjetër. Peshku madh. Babi peshku. Po kjo qa është? Bleta. Qysh bën bleta? Bzzz. Drita ime. Qysh bën bleta? Ha? Si bën bleta? Ha. Bravo. Në mësim, kemi me. Kemi gjarpri. Gjarpri e shumë i keq. Shumë i keq. Miu, me bishtin më të gjatë në bot.
Miu, me bishtin më të gjatë në botë. Qa ha miu? Qa ha miu? Djatë kaçkavall. Miu ka qef djatë kaçkavall. Gjarpri. Gjarpri ka 2 sy. 1 sy, 2 sy. Si Liori, 1 sy, 2 sy. Ku I ka Liori syt? Liori, ku e ke gojen? Goja. Hunda. Syri. Syri bukur. O syri bukur. Okej. Faqja e fundit. Iriqi. Iriqi. Me qa ka Iriqi? Gjemba. Gjemba, gjemba, gjemba. Sot për drejt do të provojmë thjesht për Liorin, do t'i bëj qofte, ku do t'i hedh brenda pak patate dhe karrot. Pataten e kam të zgjerë nga dje, do të zgjedh një karrot, edhe do t'i shoqërojmë me pak kos edhe kivi. Vazhdojmë nga fillim, do të zgjidh thjesht, unë do t'i vendos këtë delimanoja, sepse zjen më kollaj dhe marrojmë punë më shpejt. Kam vendosur ujë në delimano që të filloj të vloj, sepse do t'i jap një valë dhe ujin e parë do ta derë. Do t'i vendos tek procesi I pënjishit për të zgjerë afërsisht 20 minuta. Do të 20 minuta janë gati. Po apo jo? Besoj kaq thjesht e mjaftueshëm. Do t'i shplaj mirë dhe pastaj do t'i vendos të marrë një valë. Te gjyshi qa da është për drek? Qa da I quni për drek? Se nuk ka për të nga? Që kem bas? Nuk I mban çorapet o bam, me I shtrurin. Mirika, mirë. Që të e për? Nuk të dorën e? La la la. Shek. O be vaj. Dale veri këtë këtu, që mos të rish. Tik, tik, tik. Gati.
bie, jo ashtu. Këtu ke qofte me thjerza, me patate, me karrot. Këtu ke pak pure me thjerza, me patate, me karrot edhe kos. Mete Dora. Futit e goja. Haj mushi. E mirë është. Është e mirë. Edhe mushi daj me çunin. Bravo. Samir, Samir. Shumë e shishme. Yummy. Hape gojën, hape. Bravo, duhet të hapësh gojën, se ndryshe s'ka ku futet ajo. Pak kos. Po, shumë e mirë. Sa e mirë. Shumë e mirë. Marrë se dora jote. Po. Në gojë thos. E do lugën vetë shunit e Dora, mirë, merret e Dora. Bravo, Liori. Bravo. Dora? Futet e goja? Bravo, të lumt. Ku e ka çuni gojën? E di çuni ku e ka gojën? Të lumt. Të lumt. Wow, Çuni, sa e mirë. Bravo. Me dy rruga, Çuni. Një do vjetë e një do kështu për përforcim. Ite Dora. Bravo. Treba mushik të pjata. Bravo, ashtu dhe. Në fundi dashët e gjysmë kiwi, edhe e hëngri të gjithë. Kemi gjë këtu të koshi? Shumë pak gjëra. Bravo Liori për sot! Ne ishëm në supermarket, kështu që le të bëjmë një supermarket haul të vogël. Të vogël, po çmimet në stratosferë. Imagjino 4 gjëra, 20 pound. Nuk e di, 43 pound, nuk e di në Shqipëri sa rik do të kushtonin këto. Si fillim mora një feri për rrobat e Liorit, i marr rrobat shumë të buta edhe me aromë shumë të mirë. Një sallatë jeshile, një kuti me kajsi, madje i hapëm rrugës, ishin shumë të mira. 2 kuti me pjeshka nektarin,
Vezë, të janë të preferuarat e mia sepse unë i kam shumë qef kur e verdha është shumë e verdhë, jo e zbeht. 3 mascarpone sepse do të bëjmë tiramisu. Morëm këtë miksin e qoftëve dhe salqiqeve për të pjekur në furr. Kjo është për në zgarë, por që ne do t'i bëjmë në furr. Pas vanilje dhe mbretin, kos. Kjo është kosa që përdorim ne për të ngrënë vetë në shtëpi, kurse Liori t'i jap kos të bërë vetë. Edhe një kovë, duke qenë se theva në mëngjes këtë që shtret leckën. Nuk e di, por mua më thyen edhe më ngelen gjithmonë në dorë. Edhe si ju thash, të gjitha këto 43 pound. Tani më thoni si ju duken çmimet, më shkruani në koment. Në Shqipëri do arrini t'i blini me 43.000 lekë këto apo më lirë? Besoj më lirë. Më thoni në koment. Për darkë do bëj supë me fileto pule. Është supë berati quhet. Ne nga zona jone bëjmë, mami me bën e qan, madje me mish viçi shkon akoma dhe më shumë. Por që unë nuk kam mish viçi, kështu që do ta bëj me mish pule. Do ta skuq te programi P5 te Delimanua, mirë me pak krip edhe piper. Më pas do t'i hedh orizin, do ta lë të ziejë tek P1 te Delimanua prap. Dhe në fund do ta pres me pak limon, vezë edhe kos. Edhe gati, një sallatë edhe darka gati. Ndërkohë Liorit për mazdite i bëra pak kiwi, mango edhe kos, hengri gjysmën, dhe provoj t'i jap edhe gjysmën tani. Ja bëra kështu si tip pureje, por që jo të shtypura shumë, pak në copa. Gojo nam. Samiro. Samir.
Ndërkohë Lori e mbaroi të gjithë pjatën, nuk i hodha shumë. Ndjova unë që të haj. Tani do t'jap pak kivi sepse qoftet nuk arritën që të bëheshin në kohë. Do t'jap mbas dite qoftet. Bravo, bravo. Hajde, bravo Lori. Bravo zemra ime. Shumë mirë. Shumë mirë. Yummy. Bravo Lori. Okay. Mbaruam për sot, bravo! Bravo! Nuk e di kush e aprovon, por ndjesia mas dushit, sidomos kur je me një bebe, është fantastike. Vazhdoj me rutinën. Këto ditë fytyra ime ka qenë mirë. Nuk ka pasur ndonjë breakdown. Në fillim do merrem me flokët. Duke qenë se Liori po flek, kam kohë që të merrem me Terezi me të gjitha hapat e mi. Kam kohë përdor këtë leave-in nga Monday. Është Repair Leave-in Conditioner, ka keratin, është për flokë të thata në të dëmtuara. Unë nuk është se i kam të dëmtuara, majat i kam pak të thata, vendos 2 pampu nga këto. Edhe vendos vetëm majat. Më pas vendos një pampu nga ky vaj i arganit. Është i mirë, unë e kam blerë në Tiki Max. Më pëlqen, nuk është se është i keq. Thjesht e vendos duke qenë se i mam të hidratuara, edhe kur i thaj i kam të mbrojtura. Dhe hapi fundit për flokët është ky serumi nga shampoo Pita Grow, është super i mirë. Kur ju them është super i mirë, kjo është shisha e dytë që unë përdor. Kushton pak, por që është perl. Po t'i vini re, flokët e mi janë plot me baby hairsa. Është serum, mund ta përdorni në flokë të thatë, në flokë të njomë, si të doni, por mua më pëlqen më shumë në flokë të njomë. Le që ta përshtithi lëkura për 1-2 orë, edhe pas i thaj me Dyson normalisht flokët. Edhe thjesht targetoj këto pjesët ku ka më shumë problematika. Po 2 nga këto mjaftojnë. Shishën e parë e kam përdorur rregullisht çdo ditë. Kur them çdo ditë, dhe floku mori një ndryshim direkt e komplet. Kurse shishën e dytë thjesht e përdor gjithmonë mbas dushit. I bëj pak masazh me duar, edhe kaq ishte rutina e flokëve, më pas i kref në fund. Gjithmonë nga fundi për lart. Okej, flokët e mi vazhdojnë më bien me shumicë, kurse me shumicë. Por që kemi punë, avash, hormonet vjen të vetën. Kam bërë pashje me këtë sepse një periudhë kohe që shumë e stresuar. Më bini një mase shumë flok. Në një produkt që sugjeroni për rënja e flokëve, më thoni, më shkroni në koment. Do kisha dëshirë që ta provoja, duke qenë se jam e fiksuar mas flokëve, me të drejtën. Kaq edhe për flokët. Tani do t'i lë 2-3 orë kështu.
Edhe pastaj do t'i thaj pak me Dyson. Tani vazhdojmë me fytyrën. Rutina ime e darkës është njësoj si ajo që u kam treguar më përpara, por sot do të bëj një maskë, do vendos vetëm toner. E kam larë paraprakisht fytyrën me larës vajor dhe ujor. Edhe do vendos një maskë, po maska thoshte që duhet vendos toner si fillim, ta përgatis fytyrën. Maska që do përdor është kjo nga Abib. I kam përdorur dhe më përpara dhe më pëlqen shumë. Është maskë me kolagen. Abib është një markë koreane, mund ta gjeni në Amazon, i ka çmimet shumë të lira edhe të përballueshme doja të thoja. Mua më pëlqen si brand. Është shumë i mirë. Okej, para është kjo. Okej, mbaruam. Mirë për burrin tim, që do më shikoj me këtë si klon. Por që, qa bëm? Bukuria ka sakrifica. Mos harroni gjelin që ka maska. Lyeni duart, qafën, gushën. Okej, unë duart t'i laj tani se do gatuaj për që ideja. I lyeni dhe i mbani për pak. Edhe pse jemi bërë mami, nuk do të thotë që duhet ta lëm vetëm pas dore. Okej, vazhdojmë me gatimin tani. Letra duarsh. Ndërkohë që presim të bëhet darka, bëjmë tiramisu shpejt e shpejt. Do na duhen 7 kokra vezë, unë do përdor këto, vetëm të verdhat. 150 gram sheqer, kafe dhe kakao. Ju mund të përdorni kafen që dëshironi, unë do përdor këtë. Biskota Savoiardi, do na duhen 700 gram mascarpone. Fillim do të ndaj të bardhat e vezës nga të verdhat, edhe të verdhat e vezës do t'i vendos në banjë mari për të shkryer bashkë me sheqerin për t'i bërë shkum. Pas kësaj do t'i përziej me mascarpone dhe krimi është gati. Sa bëhet buka. Krimi është perfekt.
është që s'jam bërë ato. Të hapësh pak fare dhe. Ja se të ve këto biskutët. Ok, tani do të heqi maskën, tiramisuja është gati, darka është gati. Unë do të mbaroj me rutinën e skincare-it edhe kjo ishte dita sot. Fytyra. E adoroj. Kjo ishte edhe video për sot, mos harroni të më jepni një like, comment dhe një share, gjithashtu mos harroni të bëni subscribe për të parë një video tjetër nga unë. Dhe kjo ishte video për sot, shihemi në video tjetër. Bye!